të lozin janë faktorë që ndikojnë në rritjen e sëmundshmërisë të sëmundjeve alergjike. Janë shtuar sëmundjet alergjike që në moshën e hershme, janë shtuar shfaqja e parë e sëmundjeve alergjike që është dermatiti atopik ose ekzema e fëmirisë, që fillojnë që dikur fillonin pas moshës 6 muajsh, 1 vjeç, tani fillojnë që nga mosha 2 muajsh, 3 muajsh, pra është ulur mosha. Pikërisht kjo që ekspozimi i mëhershëm, faktorët gjenetik që mamaja mund të ketë vuajtur nga sëmundja alergjike është një faktor risku më i lartë për këta fëmijë që të na shfaqen këtë lloj sëmundjesh më të gjatë në moshë më të hershme dhe më agresive. Se është ky problemi tjetër që dikur kanë qenë forma më të lehta, tani shikojmë më shumë pacientë të vegjël që i kanë forma çik më agresive që zgjasin më shumë vite, ku alergjia ushqimore po shtohet, pra dikur ne nuk kishim fëmijë të shumë me probleme ndaj alergjisë ushqimore, ndërkohë që sot i shikojmë më shpesh. Edhe nga e ushqimit janë shtuar, pra janë shtuar dhe fëmijët të cilët vuajnë nga alergjia ushqimore. Janë ndryshimet që ndodhin, edhe tek ushqimet dhe ekspozimi dhe kimikatet dhe gama e ushqimeve që ne përdorim sot është më i gjerë se sa gama e ushqimeve që janë përdorur para 20 viteve. Pra në çdo ekspozimi është më i gjerë, po. Sëmundjet alergjike duhen thënë e para që nuk është se kanë një organ target, pra nuk është e përqendruar vetëm në një organ shfaqja e simptomave alergjike. Dhe simptomat alergjike mund të jenë të traktit respirator, por mund të jenë edhe të pjesës së lëkurës. Dhe duhet të shikojmë ku i kemi shqetësimet. Në rast se për pjesën flasim për rastin për traktin respirator, në rast se pacienti ka hund të shtima, pra ka rruf të shtima, të krura të hundve, të syve, të veshve, të qelzës, të fytit brenda, që përsëriten her pas here, që janë jashtë sezoneve të virozave, që nuk kanë temperatura, por nuk kanë atë gjendjen e përgjithshme se në përgjithësi virozat japin një gjendje të përgjithshme jo të mirë, pra që s'kan fuqi, janë të lodhur, dhimbje fyti, patjetër që pacienti duhet të ndërgjetësohet që të paraqitet tek mjeku specialist alergolog. Dhe mjeku specialist në historikun e sëmundjes që i merr pacientit vlerëson pastaj për çfarë ekzaminimesh ka nevojë pacienti. Pra sot bëhen ekzaminimet alergologjike dhe vendoset një diagnozë saktë dhe vendoset një plan trajtimi afatgjatë për këtë lloj alergjeni në rast se pacienti rezulton alergjik, pra çfarë mund të bëjmë më shumë ne dhe çfarë mund të parandalojmë ne kur pacienti paraqitet tek mjeku specialist. Një qasje tjetër që ne mendojmë se është mirë, është shtimi në masë i tapeteve të barit. Tapetet e barit në përgjithësi konsiderohet si një varrezë ekologjike. Për të vetmen arsye sepse një kërkon mirëmbajtje, biodiversiteti është shumë i ulët, kështu që absolutisht mendoj që një nga qasjet kryesore në projektimin ose arkitektët e peizazhit kur projektojnë hapësira publike, patjetër që duhet të marrin në konsiderat reduktimin e tapeteve të barit. Nuk po them të asgjësohen tërësisht. Mbase i bien shkurt. Ndoshta sepse është material që gjendet gati, por po të mbajmë mend lëndinat. Ne largohemi nga qyteti me orë të tëra, udhëtojmë me orë të tëra thjesht për të parë një lëndinë. Ai aspekt estetik dhe njëkohësisht që pasuron biodiversitetin mund të sillet në copza të ndryshme brenda hapësirave publike të qytetit. Pra duhet të ketë një projektim, le të themi, urban, ndryshe të qytetit nëse do ta lidhim me rastin e pemëve. Alergjitë ose shkaktarët alergjik janë brenda shtëpiak dhe jashtë shtëpiak, po themi. Ata brenda shtëpiakët faktorët më të shpeshtë janë pluhurat e shtëpisë dhe myqet dhe kafshët shtëpiake. Tani në rast se ne kemi alergji nga pluhurat e shtëpisë, patjetër që ambienti duhet të jetë i pastër, i ajrosur mirë, mos ketë ngarkesa, mos jetë shumë i ngarkuar me orën ditë, mos ketë tapete, rrugica. Pra këto janë këshillat që jepen për pjesën e alergjisë së brendshme. Patjetër që shtëpi, ambiente me myk nuk preferohet, duhet të jetë pastruara të eliminohen sporet e mykut që janë faktor tjetër rreziku për pjesën e alergjisë gjithvjetore. Për pjesën e alergjisë tinore që janë polenet, ato që mbajnë polenet e barrave, polenet e pemëve, po dhe polenet e shkureve që i kemi shumë prezente në Shqipëri. Masat që merren janë masa të thjeshta për të ulur ekspozimin, por nuk është se mund ta çosh ekspozimin asnjëherë dot zero, por këshillat janë që pacientët kur udhtojnë me makinë duhet të udhtojnë me xhamat e makinës mbyllur, kur dalin në këmbë
duhet jemi syzet e diellit të vëna, nëse mund të mbajnë një maskë, mund ta mbajnë për të ulur deri diku ngarkesën nuk e çojnë dot në zero patjetër. Kur futen në shtëpi në darkë duhet të bëjnë dush, të ndrojnë rrobat që kanë mbajtur gjatë ditës. Dritaret e shtëpisë tek pacientët që janë alergjik ndaj poleneve duhet i mbajnë mbyllur gjatë gjithë ditës, sepse ne kemi zakonin që i hapim në mëngjes si ti lëm tajrosen, por jo, nuk është kështu. Pra në pranverë pacientët të cilët janë alergjik ndaj poleneve duhet i mbajnë mbyllur dritaret e shtëpisë, sepse polenet janë aktive gjatë gjithë ditës. Dhe mendohet që ajo lagështira e darkës i lag polenet dhe bie në tokë dhe ky është momenti që mund t'i hapin dritaret që tajroset shtëpia. Ata që janë alergjik nga pluhuret e shtëpisë duhet i mbajnë dritaret e shtëpisë hapur, pra është ana e kundërt që tajroset shtëpia dhe të jetë gjithmonë në parimin e ftohtë dhe thatë që të ulet ngarkesa me pluhurat e shtëpisë.